Po s'kan si. S'kan si. Tani, e them këtu, prokurori, për mendimin tim, e ka bërë punën e tij. Nuk janë prej guri. Nuk mund të them. Sepse ky i kërcënon. Ky i zhduk. Ky i thotë e ke personal me mua, e zhduku. E zhduku Ervis Martinin. Ta di targën, i tha. Hiku. Si din kush na me nishon ati. Edhe i tjeti se kujtë tha para disa mujsh. E ke personal. Dhe po tha personal, a i të nxjerë bandat dhe të vret. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe, nuk e di ka thënë këti, se këta janë dhe nuk i thonë gjëra që a i duhet ta denonzoj publikisht. I tha po jo ke personal këtë pa di, po e vërteta është që dera që qeli prokurori është derë që nëzori lakuriq të zi si që është rrafshin korruptiv Edi Rama. Ndaj dhe njerëzit e politikës që duhen të mbajnë të vërtetat, nuk mund të pranojnë kur lubin për të parë në këtë aferë. Jo, nuk është lubi e parë. Nuk është kokë turku, jo, është gjerë tek vesht përgjegjëse për aferën. Se këtej thot është pallosh i gjatë, këtej firmos 50 milion shet. Kuptojnë vetë ju që janë këta më topë, një lumë. Pra, por ne nuk kemi ata që mund të pranojmë këtë. Ne jemi ata që do përballemi me dhëm për dhëm me Edi Ramën. Do përballemi dhëm për dhëm me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve. Ju garantojnë ju se po të mos qenë ato protestat udhëhequra nga Belin Kliçi 46 javë në çdo lloj moti, Erion Velia do ishte në zyrë sot. Do ishte në zyrë sot. Dhe ne jemi realistë, të gjithë e dinim se Erion Velia i nuk ishte Edi Rama, ama në ligsira, në qoftë se kishte vlla siamez me Edi Ramën dhe të papërsëritshëm ishte Erion Veliaj. Kështu që ai mund dhe ajo djerës